Altin Ndoci, një prej emrave më të shumë përfolur të botës së krimit, i pandehur në procesin Plumbi Art dhe i cilësuar si vrasësi me pagesë i organizatës kriminale të drejtuar nga vëllezërit Franz dhe Hajdar Çopja, u arratis të martën e 13 janarit nga ambientet e spitalit rajonal në Durrës. Ai ishte i shoqëruar nga punonjësit e policisë së Burgjeve për vizita mjekësore në repartin infektiv në dhomën e posaçme, ku trajtojnë të paraburgosurit apo të dënuarit për shkak se kishte shfaqur probleme me veshkat. Bashkë me Ndocin për vizitë në spital, ndodhej edhe një i paraburgosur tjetër, ajo që është mësuar, duke u bazuar edhe në filmimet e kamerave të sigurisë që janë publikuar në media. Ndoci shihet të zbres nga makina pa pranga në duar, duke cënuar rënd protokollin e shoqërimit të personave të arrestuar për arsye të ndryshme. Drejtoria e përgjithshme e Burgjeve reagoi menjëherë në lidhje me arratisin e Altin Ndocit. Ngjarja ndodhur në 13 janar. Në reagim theksohet se IEVP Durrës nuk ka zbatuar protokollin. Nga verifikimet paraprake rezulton se për shoqërimin e planifikuar, IEVP Durrës nuk ka informuar Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe Komisariatin e Policisë Durrës, si dhe nuk ka raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve as planifikimin dhe as realizimin e vizitës mjekësore, në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Gjithashtu rezulton se nuk janë respektuar procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve. Thuhet në reagim, burimet thonë se i arratisuri një moment ka kërkuar të shkojë në tualet, ku aty ka goditur një nga 3 punonjësit e policisë së Burgjeve dhe është larguar. Gjithashtu është verifikuar se një nga policët që ka qelluar në ajër teksa ndiqte Ndocin, por ai është larguar me vrap nga ambientet e spitalit. Në parkimin e spitalit, atë e priste një Audi i bardh, A7, dhe sapo ka hipur, mjeti ka lëvizur në drejtim të spitalës, duke humbur më pas çdo gjurmë. I riu me origjinë nga Puka dhe banim në Tiranë, është arrestuar nga SPAK 6 vite më parë në Tiranë, gjatë operacionit Plumbi Art, dhe akuzohet si vrasës me pagesë. Ai akuzohej në kuadër të këtij operacioni për vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Uruçit, ngjarje në të cilën e implikoi vrasësi me pagesë Nuredin Dumani, që mban statusin e të penduarit të drejtësisë. Për të kryer këtë vrasje, ai ishte rekrutuar nga Talo Çela, dikur mik e më pas armik me Nuredin Dumanin. Pas përplasjes së 2 miqve, Dumani veproi për llogaritë e Erion Alibejt, kundërshtar me Çopjat, ndërsa Talo Çela për llogaritë të Franz e Hajdar Çopjas. Nga hetimet e SPAK rezulton se Ndoci kishte vepruar si vrasës për llogaritë të organizatës Çopja. Ai konsiderohet si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Pas arratisjes spektakolare të Ndocit, Policia e Shtetit dhe Prokuroria ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes dhe arrestimin e bashkëpunëtorëve të arratisurit dhe grupit kriminal që ai bënte pjesë. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka reaguar në lidhje me arratisin e Ndocit. Policia u vu menjëherë më pas në lëvizje, pas arratisjes së Altin Ndocit, duke arrestuar disa persona. Aulon Çuko, krye infermier, Desdemon Pazaj, zëvendës shefi policisë, si dhe efektivët Dorian Saraçi, Selfe Rollari, Preng Marvataj, Fatjon Baçi, Aranit Çela dhe Violeta Uka. Baçi është personën e tim nga SPAK pasi njihet edhe si polici, i cili i dha kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, në momentin që ndodhej në automjetin me të cilin po transportohej nga paraburgimi i Durrësit në apelin e GKK-s, ku do të njihej me masën e sigurisë telefonin celular. Gjithashtu, për arratisjen e Ndocit, u arrestua edhe ish drejtori i burgut të Durrësit, Indrit Cërloj. Gjykata e Durrësit, për të cilin vendosi masën e sigurisë arrest në burg dhe e akuzon për shpërdorim detyre në rastin e arratisjes së Ndocit. Nga ana tjetër, Policia e Shtetit lan duar dhe nuk mban asnjë përgjegjësi për ngjarjen, duke deklaruar se nuk u njoftuan në asnjë formë, por shprehet e sigurt se do të bëjë të mundur arrestimin e të arratisurit. Policia ka konfirmuar se është zgjeruar harta e kërkimeve për gjetjen dhe arrestimin e Altin Ndocit dhe se deri tani ka ushtruar kontrolle të shumta, kryesisht në Tiranë dhe zonat për rreth Durrësit. Disa nga kontrollet janë kryer në zona si Astiri, Don Bosco, Selita, por edhe zonat të tjera, duke përfshirë edhe banesën e tij në Yzberisht. Nga ana tjetër, familjarët kanë deklaruar se nuk kanë ndjeni për vendodhjen e tij, por policia, duke marrë parasysh faktin që si rrugë lidhëse me Durrësin
Ka kryer gjithashtu kontrolle edhe në rrugën e Ndroqit. Deri tani policia e shtetit nuk ka arritur të identifikojë, sinjalizoj apo arrestoj Altin Ndosin, por vijon intensivisht kërkimet për kapjen e tij. Pyetja që shtrohet për mënyrën se si Altin Ndosi u aratis, kush ka përgjegjësi? A u ble sistemi